Financat e Bashkisë së Selenisë së vitet e fundit janë më të larta, më të bollshme në krahasim me vite më parë. Kryetari i kësaj bashkie, Ertil Bellaj, thotë se prioriteti i tij personal, që në momentin që mori drejtimin e bashkisë, ka qenë pikërisht mbledhja e të ardhurave, si dhe rritja e financave të Bashkisë së Selenisës. Bellaj konfirmon se pavarësisht se taksat dhe tarifat vendore të kësaj bashkie janë po të njëjtat si vitet e mëparshme, ky vit, por edhe një vit më parë, rritja e të ardhurave në këtë bashki llogaritet në 30% më e lartë. 1.2 miliard lekë që janë mbledhur një vit më parë, besohet se është shifër e cila sipas të gjitha të dhënave do të tejkalonte këtë vit. Bellaj konfirmon edhe faktin që të ardhurat e kësaj bashkie që u mblodhën një vit më parë u hodhën të gjitha në investime, ku fokusi i investimeve ishte pikërisht përmirësimi i infrastrukturës së fshatrave në këtë bashki. Drejtimin tim të bashkisë, një nga pikat kryesore është edhe mbledhja e ardhurave. Se pa të ardhura, pa buxhet nuk mund të investosh as në infrastrukturë, as në bujqësi, as në arsim apo as në pjesë të tjera të nevojshme për zhvillimin e kësaj zone dhe kësaj bashkie. Në drejtimin tim të bashkisë janë rritur mbledhja e të ardhurave. Taksat janë pothuajse ato që kanë qenë me vite të tëra, por ne kemi pasur një rritje rreth 30% të ardhurave, ku vitet më të mira të kësaj bashkie nga paraardhësit e mi kanë qenë 800-900 milion lekë të vjetra. Dhe vitin e kaluar ne arritëm në shifrën 1.2 miliard të ardhura. Dhe besoj që dhe këtë vit do të kalojmë këtë shifrë 1.2 miliard lekë. Pikërisht këto të ardhura, këto që ne na vinë, do të investojnë në infrastrukturë. Kjo ka qenë qëllimi të mbledhjes të ardhura dhe investimin në infrastrukturë, ku dhe njerëzit e shohin që paguajnë taksa dhe pastaj ato kthehen në shërbim të tyre. Unë thash vetëm pjesët që jemi bërë me asfalt, po kemi edhe shumë fshatra që ne jemi munduar të vimë në ndihmë me rrugën beton, po edhe me mirëmbajtje me forma të tjera. Një prej investimeve më madhore që ka kushtuar më tepër në buxhetin e Bashkisë Selenisë të përcaktuar për 2025-ën, ka qenë rehabilitimi i rrugës së Shullërit, një projekt ky që është tenderuar, financuar dhe ku do të nisin punimet për rehabilitimin e 3.5 kilometrave të parë të këtij segmenti rrugor.